Vinë për t'u qepur. Ginekologu tregon se si femrat ja kanë neveritur profesionin. Femrat i druhen shumë vizitave ginekologjike, sidomos nëse do t'i vizitoj një burr. Ndërsa nga ana tjetër ginekologu ndihet keq kur përballë ka një paciente e cila ka turp të vizitohet nga ai. Një ginekolog ka treguar: "Unë jam një ginekolog dhe para çdo vizite lutem që pacientja e cila ka ardhur për vizitë të mos ketë turp. Shumë gra bën shumë nervoze dhe është aq e vështirë t'i qetësosh. Akoma më të vështira janë rastet kur një femër vjen për të qepur cipën e himenit, por ka turp të tregojë se për çfarë ka ardhur. Kjo është me të vërtetë e tmerrshme." Emri i ginekologut nuk është treguar, por kanë qenë të shumtë edhe mjekët e tjerë që e kanë mbështetur. Shumica thonë se kur përballen me paciente të cilat kanë turp të tregojnë se çfarë simptomash kanë, u neveritet profesioni.